parë në njëri që ka, dhe me thënë është të tre deputetet që ka blejaj, nuk po flasë në Kukës, se në Kukës votat i kanë shkuar dëm në një framase, sepse 3500 vota nuk ka marrë gjë, por dukshëm ka synuar edhe atje. Bëhet blera për para. Tani vetëm marrim administratën publike, që thuhet që ka qenë rreth diku 93.000 veta kur është lënë nga qeveria e Berishës në vitin 2013 dhe tani ka shkuar në 220.000, edhe këtu përfshihen edhe ata postet virtuale që nuk ekzistojnë në asnjë lloj borxheroje, por janë tip këshilltarësh, tip drejtorash që në faktikisht bëjnë punën e patronazhimit, bëjnë punën e kaparimit votave, Po, nga blerjes njerëzve. tani janë bërë 220.000, ata 93.000 që kanë pushuar gjithë nga puna, po janë dhe ata prapë. Janë edhe ata, vetëm edhe nëse nuk janë ata që kanë qenë atëherë, janë zëvendësuar, por numri është aty. Kështu që imagjino në një vend ku popullata, le të themi, të bazohemi vetëm ke dhëna zyrtare, popullata kanë hikur gati rreth 1 milion njerëz nga Shqipëria, dhe këto janë dhënat e Instatit, e Eurostatit, që ato dhëna nuk u hik dot. Dhe administrata më shumë se dyfishohet, ndërkohë që popullsia është paksuar, ndërkohë është bërë reforma administrative, territoriale, që presupozohet që është zvogluar administrata, në fakt është rritur. Edhe është rritur jo ke ajo që duhet i shërbej publikut, ke administrata e shërbimit publik, por te administrata e partisë shtet që blenë vota për zgjedhjet e ardhshme. Vota diasporës, duket që në Greqi ata kanë bërë skifo të madhe. Por shumë pak u regjistruan edhe në Amerikë, edhe në Angli dhe në Evropë. Unë shkaqet e di, ti mbetesh arsyes që ke patë përpara pse nuk u votuan njerëzit? Është e njëjti shkak? Po, pa diskutim, more or less, pak a shumë është ajo, që vetëm ta përsërisim për publikun, në fakt, unë kam qenë një nga zërat më pro votës diasporës, deri në momentin kur u vendos votimi me post, që për mua besoj është, edhe ndoshta edhe për juve, votimi absolutisht më i manipulueshëm dhe lehtësisht i manipulueshëm, duke patur parasysh edhe jo seriozitetin e institucioneve shqiptare, kështu që kjo është shumë e dukshme. Në fakt, njerëzit kanë hezituar që të regjistrohen, duke ditur se ne kemi, tani ata llogarisin 3.700.000 votues janë në total. 1.700.000 llogariten në Shqipëri sipas dhënave zyrtare, megjithëse mendoj se janë sërish më pak, kështu që numri duhet të ishte shumë herë më i madh. Tash përveç arsyeve që edhe ju i keni cekur në prononcimet tuaja në fokus, që një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk kanë dokumenta shqiptare, disa nuk kanë status rezidencë, që edhe kjo i bën që të distancohen. Të flasim vetëm Britaninë e Madhe, nga 240.000 shqiptarë që jetojnë këtu, vetëm 47.000 janë me status të definuar që kanë edhe dy shtetësinë, dhe këtu përfshihen edhe ata nga Kosova. Kështu që numri është shumë i vogël i atyre që potencialisht mund të regjistrohen. Por, Edi Rama dhe qeveria e tij e lëshuan dorë në votën e diasporës në momentin që ata e kishin sistemin e patronazhimit të dizenjuar tamam, që ju siç e dini, regjistrimi i votës diasporës i njerëzve nga jashtë ka qenë shumë skrupulos, me dëna sakta, me dëna adrese, me dëna shumë specifike, me face recognition, me gjithë shka. Ndërkohë që votimi ka qenë jashtëzakonisht primitiv, që gjithkush mund ta marrë zarfi në PO Box, po deshe, edhe i mbushin ata zarfet, i marrin njerëzit të LS, që në Greqi, siç e përmendët ju, DHL nuk ka funksionuar fare, por janë disa subsidies, nuk e din shqip si i thonë, të kontraktuar, që kompani të dyta që i kanë marrë Nën zarfet. kontraktor. Edhe tani shifrat flasin vetë, kur shohësh 90-98% pro Partisë Socialiste, aty është në kohën e sotme është shumë e dukshme që aty manipulimi ka qenë katastrofik. Por nuk është vetëm vota diasporë, është brenda dhe jashtë, sepse një qeveri pas 12 vitesh, duke ditur se çfarë është bërë në Shqipëri, që të marri 86 mandate, po them 86 se 83 plus 3 votat e Tom Doshit janë praktikisht tramës, se kështu është llogaria atyre gjithmonë ka qenë, është jashtë çdo lloj imagjinate, dhe nuk e di se si një popull i tillë pranon që të vidhet në mënyrë kaq të trash, kaq të dukshme, dhe të mos ketë një farë reagimi, sepse ndodhi 96, 96 ju e mani mend se çfarë u bën në Shqipëri, kur në fakt partia fituese ishte Partia Demokratike, po ata i braktisën zgjedhjet
3 ora, 2 orë para mbylljes kutive, aty u bën disa gjyrullëdira, po në total, po që se zgjedhjet do ishin bërë të rregullta sipas procedurave, Partia Demokratike ishte fituese, ndoshta jo me ato mandate që mori, por ishte fituese dhe populli doli në rrugë, menjëherë mbushën sheshet. Sot trysnia është kaq e madhe mbi njerëzit, sepse nëpërmjet e-Albanias, nëpërmjet sistemit patronazhimit, që ata e quajnë legal, por faktikisht është një akt kriminal, ata kontrollojnë çdo njeri, jo vetëm sektorin shtetëror, siç e përmendëm ne, por edhe në sektorin privat. I kontaktojnë njerëzit, ju a din hallet, kush ka një problem legalizimi, kush ka një problem shëndetësor, çdo kush ose një job, edhe një job që s'ka mundësi ta paguajë njerëzit, i detyrojnë që të paguhen. Por forma më e dukshme e manipulimit sipas meje që pak është cekur, Robert, është pjesa e njerëzve që ata i detyrojnë të mos shkojnë të votojnë. U marrin karta dhe identitetit dhe ata nuk paraqiten për të votuar, me demek që opozita është e keqe, opozita nuk bind, kështu që më mirë po rrin në shtëpi, edhe vetë kryeministri ka bërë thirrje, keni parë ju që o na votoni ne, o mos deni fare të votoni. Kështu që është edhe kjo komponente, të mos harrojmë, duhet ta cek edhe këtë. Ata shqiptarët e mërgatës, shqiptarët që janë jashtë dhe që nuk janë as regjistruar për votimin me post, këta është një big chunk që këta i kontrollojnë, i manipulojnë me emrat tanë, ata votojnë atje, sepse disa ekspert kanë bërë disa prononcime publike, thonë që të paktën 150.000 dhe 180.000 vota në kuti janë mbi numrin e të atyre që kanë votuar, sepse sot e kësaj dite unë nuk e kam dëgjuar që ata të kenë deklaruar pjesëmarrjen. Nuk e dim sa ka qenë realisht pjesëmarrja në votime. Kjo ngelet një mister. Logjika është kjo që këtë 800 mishi mund të jenë 150.000. Teknikisht, se të ky 500 mishi, mbase janë do votat që ka fshuar Lulzim Sheja, ai Agron Bashkë. Agrëshe. E thash, nuk e thash me qëllim. Se dikush i ka votuar për ata, pa diskutim ka votuar për Ramën. Dhe Po pa diskutim. çfarë duan, nëse nuk do Berishën rinë në shtëpi. Të lutem, kush është kryetari i Partisë Punës të Anglezët? Këtu nuk ka, këtu është kandidati për kryeminist, këtu kanë një farë chairman që askush nuk e njeh ose pak njerëz e njohin. Prandaj ta bëra pyetjen. Po i Partisë Konservatore? Këtu unë po flas për degën e Partisë Konservatore këtu në zonën ku jetoj unë, sepse kjo është zonë 75% konservatore, ka qenë gjithmonë, edhe tani në zgjedhjet e fundit është konservatore, ka fituar deputeti konservator. Nuk e dim se kush është ai personi që merret, është një konservativ klubi, klubi konservativ ata, që merret me takimet partijake, po nuk ka kryetar. Nuk ka kryetar. Tu vetëm deputeti i zonës njihet. Në momentin që fiton zgjedhjet, atë ai mund drejtohesh për një problem publik ose diçka. Sa zgjat fushatën në Angli 2 javë? Që ata njëherë vjen këtë dera shtëpi, sepse këtu zhvillohet ajo fushata dorë të dorë, derë më derë. Vjen me cale flet këtë dera, për këtë do votosh, edhe paraqit 2-3 pika të shkurtra, bile edhe po ta ftosh për kafe nuk vjen në shtëpi. Nuk futet aty jashtë derës, edhe vazhdon. Kjo është fushata gjitha. Këtu nuk ka takime publike, këtu nuk Ka bëhen reklama, fare. nuk ka fonde se këtu 2 miliard Kamala, Jo, 2 nuk miliard bëhet doni. fjalë, nuk Pra bëhet sistemi fjalë. më i përpikt zgjedhor është ai britanik. Ndihma më e madhe që mund të jepni në Shqipërisë personës jo pikërisht për të shpjeguar si funksionon një parti atje, ndaj Partia Punës, ndaj konservatore, si nuk kanë pushtete për të bërë lista kryetarët, dhe se si respektohet personi, këta hiring, si këtu, ti do gjesh një kandidat mirë, një mjek, një biznesmen, një njeri Në fakt, që do dhe për karierist, nuk ka asgjë tjetër, që ka pak ego, as këtu nuk dihet kush është kryetari i Partisë Republikane Demokrate. në fakt, Robert, në Duhet fakt, më ndihmoj? po, në fakt, para 2-3 vitesh jam aktivizuar, kam shkuar një 2-3 herë, është një degë e Partisë Demokratike këtu që funksionon, edhe shkova me këtë idejnë, që të fus këtë lloj mentaliteti, këtë lloj ideje, bile ideja ishte që të bëjmë një farë imponimi, se kuptohet, ne nga jashtë sado që jemi në numër, nuk mund të funksionojmë siç funksionohet një degë e Partisë Demokratike, fjala vjen në Shqipëri. Edhe e pash që rezistenca ishte te i mase, bile u ndesha me qëndrime krejt armiqësore,
ta them kështu troqe dhe hoqador të drejtën. Por në qoftë se ne nuk e transformojmë sistemin politik dhe edhe këtu, ju e thatë për sistemin politik zgjedhësh tu, po edhe këtu ka defektet e veta në përfaqësim, po prapë se prapë këtu nuk bëhet fjalë për manipulim vote në mënyrë kategorike jo, sepse në qoftë se këtu kapesh me manipulim vote, edhe unë e marr si shembull atë të kryetarit të presidentit e diaspora për Shqipërinë e Lirë me votim zvicës, që pa pasaportë shqiptare ka votuar në zgjedhjet në Shqipëri para 4 vitesh, edhe nuk i futet gjem në kam. Ta bësh këtu në Britaninë e Madhe, nëse shkon dikush voton pa patur të drejtën e votës, këtu shkon 7 vjet në burg minimum. Ligji nuk fal askënd. Kështu që pranaj sistemi se këtu respektohet institucioni, këtu e vota është absolutisht e shenjtë. Bile tani vetëm zgjedhjet e fundit e kanë bërë me duhet shkosh me dokument identiteti që është patenta këtu kryesisht, por ka qenë edhe pa vetëm se pyesin si e ke emrin, ku banon, ta gjen emrin, numrin të voton, kaq. Edhe një letër votimi krejt e thjesht, letër bakalli, tamam, një letër me laps me 2-3 kuadrate kandidatët që janë aty, bën kryqin dhe Jam kaq. kurios, fleta e votimit, si është në Britani? Po them si është në New York. Tek ne printohet aty në përsëm. Shkon, janë disa pensionistë që këtu votohet pa pasaport, pa ID, kjo është tjetër gjë në New York. Merret emri, e verifikon base sistemi tek firma dhe printohet letra e votimit aty në çast. Në çast. Jo, këta i kanë para printuar, apo është një letër jashtëzakonisht e thjeshtë. Jo si në Shqipëri që është me high quality, me kualitet lartë, me ngjyra, fare, krejt e thjeshtë. Krejt e thjeshtë. Këtu printohet me letër printeri dhe ajo që duhet bërë, që është një përvojë, i numëron makina. Po, Letër numëron makina dhe paralelisht, nëse ka kundërshti, mund të bësh numërim me dorë, por do ta paguash ti që e kërkon. Trumpi kur pretendonte që ja vodhën, kur bëri numërimet ishin 3 milion, 4 milion, nuk e ka shtetin më. Dhe ka pak diferenca. po ajo që u bën Tiranë, paktën se nuk e dini për rrethit. Nel, sa votat pavlefshme dolën në Tiranë, ishin ja 50.000, ku janë më qytetarët, më të zgjuar. 55.000 llogaritën në rang kombëtar, 55.000 ose 60.000 diku e tillë, po nuk janë bërë publike të sakta të them. Ajo thamë që do ngaftrohen në të çarçaf. Na e kundërshtuan. Po, pa diskutim, pa diskutim. Po, përveç kësaj, ajo që desha të temën, në Tiranë, të paktën në Tiranë, ka patur janë ata i quajnë makina të identifikimit ku vendos gishtin. Në fakt ato nuk janë makina të identifikimit ekspertët e IT, se jam konsultuar me disa, po janë vetëm makina të regjistrimit, të regjistron si person që ke votuar dhe vetëm e merr vesh se a votova apo nuk votove dhe ato thjesht i përdorin patronazhistët e Partisë Socialiste. Nuk kanë asnjë lloj fuqie tjetër ata makina, absolutisht. Komisioneri i partisë tjetër mund ta kundërshtojë. Të flasësh për komisioneret atje në Tiranë është shaka, realisht shaka e plot, nuk bëhet fjalë. Tu duhet të jetë thelbi i problemit te komisionerët. Se nëse ti ke ajroja e çdo partie, nëse ata shiten tek njëri tjetri, atëherë kur s'ka për të patur rezultat real. Kjo na sjell te ligji zgjedhor. Në qoftë se ne nuk do bëjmë një ligj zgjedhor komplet të ndryshëm nga ky që është tani, duke filluar që nga zhdukja e atyre listave të mbyllura që janë një fyrje e madhe për publikun, them drejtën, te mënyra e organizimit edhe te komisionerët ata të votimit. Ata duhet të jenë profesione, për shembull mësuesët që kanë punë të përhershme, avokatë, prokuror, një ditë duhet ta sakrifikojnë ata që ata nuk mos guxojnë me bërë manipulim vote për të kaluar njërit apo tjetrit, sepse të lidhet me licencën. Nëse ti kapësh që ke bërë një shkelje, një shkelje të ligjit, të hiqet licenca e drejta punës për gjithë jetën. Nëse nuk bëhet kjo, nëse nuk bëhet ky ndryshim, ne çdo 4 vjet do të diskutojmë të njëjtat gjëra siç po diskutojmë tani. Diaspora njëherë me zarfi, jo, me zarfu votën këtu. Në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Elektronik, tani kur i besojmë bankave, këtu tani unë pyeta si votuan rumunët, rumuno kinezët, rumuno amerikanët, me kuti votimi. Nuk votuan konsulat, për shembull jeton ti në Brooklyn, caktohet një qendër në një kafene, ka roje nga 2 akra, me diasporën e humbi ai. Sepse pas kërkish Moldavia, gjysma që nga në mbështetësi rumune. Aty është Bernami. Por këta ja njohën zgjedhjet e Tiranës së Rumun.
Edhe pse tjetri ishte mbështetur me Trumpin, me djathtën, problem tjetër ai. Unë nuk Italianë dhe grekët që kanë pyetur votojnë për konsullata, sepse kanë shumë konsullata. Dhe është ajo që janë shtetarë dhe nuk vjet ai i konsullatës italiane dhe greke. Ne në konsullata nuk e bëjmë dot. Nuk është e vështirë, Robert. Flas për Londër të paktën, duke qenë se Shqipëria i fillon zgjedhjet ditën e diel, ndryshe nga Anglia që janë të njëjtën. Është shumë e kollaj. Mund të marrësh një shkollë me qira dhe shkollat kanë ambiente perfekte, se në shkolla zakonisht edhe këta vet votojnë nëpër shkolla. E merr një ambient me qira, nuk është problem i madh. Për shembull, po Londra mund të bësh 3 qendra, udhtoj njerëzit, nuk është problem, pavarësisht se është e madhe. Dhe kështu mund bëhet kudo, por ju prekët votimin elektronik. Votimi elektronik mund bëhet, ka mundësi bëhet. Për shembull, aplikacionet që përdorin bankat e mëdha, kur ne bëjmë transferime parash, ai të kërkon face recognition, edhe kodin ta çon e lidhur me telefonin tënd, edhe ajo ta jep me sekonda, thotë duhet përgjigjesh për 15 sekonda. E tillë është edhe mënyra e votimit, ja jep pak më të madhe, bën votimin edhe nuk mund ta përsërisësh 2 herë. Edhe kjo është krejt e bërshme, krejt e mundshme, edhe njerëzit nuk hezitojnë ta bëjnë këtë sepse është online, nuk ka rëndësi se ku banon, ku jeton, mjafton që ti t'jesh Robert Papa, të kesh numrin e kartës identitetit shqiptare ose numrin e pasaportës, fytyrën që është e njohur, e pandryshueshme, edhe është job done. Është e mbaruar. Diaspora nuk ka pse voton për Taulant Noka, Flamur Balla, që janë ata, duhet të ketë kandidatë vet. S'logjik është kjo. Ka lidhje me vajza, po, 100 herë më të zotë se ata atje. Fundi, a do vot me këtyre që janë jetën jashtë. Do të ketë kandidatë vet. Në fakt, Shqipëria është jashtë, Robert. Shqipëria është jashtë. Kemi jo vetëm numrin më të madh të shqiptarëve jashtë, por kanë hikur ata më të kamurit. Kanë hikur, domethënë, brain drain. Brain drain është profesionistët që kanë patur mundësi që të gjejnë një punë jashtë kanë hikur. Nuk është vetëm vala emigrantëve që ikën për bukën e gojës. Emigracioni është komplet i ndryshëm tani. Tani kanë hikur mjekët, kanë hikur financierët, kanë hikur gjitha llojet e profesioneve që mund të bënin në Shqipëri kanë hikur jashtë. Kështu që pjesa më e mirë e Shqipërisë, do ta pranojmë këtë, është jashtë. Atëherë në takon kemi kryeministrin nga jashtë, ku shumë i zënë jashtë, logjik. Po nuk do të ishte çudi, por të paktën ne duhet kemi drejtën të votojmë edhe të votohemi. Sepse tani na përdoren vetëm për të votuar. Po tani është e turpshëm të shkoj unë nga Britania e Madhe, paguaj 500 pound me gjithë shpenzimet e tjera, dhe të shkoj të votoj për Erisa Xhixhën, po është e turpshme. Unë dua të votoj për njeriun që dua unë. Pasi voton për një dhe del një tjetër. Ndaj shumë nuk votuan. Sigurisht, por edhe ajo ka ndodhur. Nuk e thëndon dot një në Tiranë, një njeri që ka lindur rritur në Tiranë, ti vesh disa emra siç përmendet ty. Fakt. Por nuk shkojnë për bashat shejat, në fjalë. Ata që kanë shkuar atje kanë shkuar te Rama. Ata që ishin partitë e voglet, se e përmendet ju Agrënshehaj, tani edhe vetë e vërtetuan katërsipërisht që kanë qenë në shërbim të Ramës, sepse ke dëgjuar një nga partitë e vogla që dali tankohet për manipulim vote? Fare, asnjë. Që në fakt, në qoftë se është vjedhur vota, aty është vjedhur, sepse komisioner kanë 2 këta çakejnë të mbëjnë për ДПС, ata s'kan asnjë. Realisht ata mund të kërkojnë një hapje kutishën e një. Po përveç kësaj, ajo partia e Adretik Lapa, që ka qenë më i zënshmi, më vokali këto muajt e fundit, ka marrë 70.000 vota dhe ka një deputet. Ai duhet ishte i pari në rrugë, bërtiste, si është e mundur, nuk duhet ç'është ky përfaqësim kështu. Asnjë fare, asnjë zë, këtë kënaqur. Sepse po të shkosh nga ana matematikore ka disa variante. Janë marrë këtër, janë çuar atje, është një variant. Ja kanë marrë të dyja të mëdhenj. Ose janë shumë zotë që marrin 70. Do të ishin të kaq zotë që marrin 70, nuk do merrnin vetëm për një deputet. Në diasporë do kishin bërë namin, se këtu nuk ja vjedh dot si atje. Po nuk bën ndonjë gjë të madhe. Jo, vota e partive të vogla, që llogaritet 180.000 deri në 200.000, është vot e djathtë, opozitare themi, përveç Arlin Qorit, që dihet është marksist, neomarksist, ai di që merr vota të majta, partitë e tjera janë vota opozitare, mos kemi as më dishëm më. Ai nuk është votë e djathtë, po janë ata që mbase ajo pjesë e djathtë nuk do verish, mbas. Eksakt. Po. Nuk e do për arsye emocionale. Unë theksova jo e djathtë, po opozitare, vot opozitare, që nuk ishte për Edi Rama. Prap, me këto të 700.000, prap.
në qoftë se i marrim të mirëqen atë që ka marrë Rama. Tani Rama ka marrë më pak se 4 vjet më parë brenda Shqipërisë. Është urrëtie e madhe shumë ndaj tij, këtë nuk e zbërthej dot. Domethënë nuk a është marrëzhi i vjedhjes 200-250 mijë? Në Ë, mandate ka marrë nga sistemi 12. Domethënë edhe me këto po ja fal vjedhjet, 72 deputet duhet kishte. Tani në kushtetut thuhet që numri duhet përputhet me përpjesëshmëri. Pse nuk e hodhin gjë që ta shkatrojnë me këtë? Domethënë nuk përfaqësohet 70 deputet një, Zeqineja në Po, kohë. tani këtu kjo është multifaktoriale, Robert. Përveç manipulimit vjedhjes që e përmendëm ne patronazhimit, këtu kemi edhe pjesën opozitare, pjesën e problematikës vet opozitës, plus në qoftë se ju e dini që krimi zgjedhor i është kaluar spakut për të trajtuar. Dhe faktikisht spaku nuk bëri asgjë për krimin zgjedhor, sepse gjëja, aja që duhet bënte ajo prokuroria speciale, duhet ishte të gjykoheshin në rastet e denoncuara në të shkuara, për shembull dosjen e Shiakut, Digbrës që e dim që janë kapur me përgjime, me ankërçat, me të gjitha, ata nuk gjykohen fare. Do me thënë u la që kjo do të bëhet. Dhe unë mendoj që këtu është në suazën e analizës politike, unë mendoj që kemi një marrëveshje mes Edi Ramës edhe Spakut, Altin Dumanit. Altin Dumani disa herë ka kërkuar që zgjatjen e mandatit, që të ketë një mandat tjetër 9 vjeçar, por Rama çfarë i duhet? Rama i duhet ky mandat i fundit dhe i duhet një president me kompetenca ekzekutive pas mandatit që mbaron ky, në mënyrë që të sundoj si Vladimir Putin në Moskë ose Erdogani në Turqi që derisa të ketë jetë. Edhe ai ka marrë 86 mandate që ka mundësi të bëjë ndryshime kushtetuese Po, për ta bërë presidentin ekzekutiv. problemi është që s'besoj se do ta lejojnë me këtë. Duhet të ishe naiv besoj që Spaku do ndalon me krimin. Nuk ka shans. Kanë prallat Absolutisht. me 10 prokuror nuk ndodh kur. Megjithatë, në lidhje me Spakun varet nga këta këtu, a do ta shesin ta Spakun do e heqin dorë përfundimisht, apo do të vazhdojnë të arrestojnë. Dhe po që për të arrestuar, Rama ka numër më të madh që janë atë kemi pasur një rubrikë në prag ndeshje. Ramos i ikin 30 deputet me këtë. Le të presim, le të shpresojmë mos ndodhë ajo që ndodhe në Rumani, kur edhe atje nuk kanë ambasador, i dërguari, i ngarkuarit më e punë me Twitter uroi Edi Ramën në Rumani. Unë falenderoj. Interesante shumë që dhe ju Faleminderit edhe ne ju. nuk dihet se kush janë kryetarët e partisë.